Hey njerëz të bukur, ku jam unë sot në këtë episod të parë? Jam në Shëngjergj, në Shën Mari, do bredhin të gjithë zonat që ndodhen përreth. Qyqyr që më dha andale këtë program kur e mendon që të shoh dhe unë pak bot me sy. Jam mes maleve këtu, më duket vetja si Heidi, jam mes misrave, po kam një ide. Mund të vjell unë në një misër këtu? Ha? A thuhet, a bën? Jo. Ka asnjë polici, kështu që hajde marri mistra! Personi I parë që vizitova në Shëngjergj ishte Fatimja, e cila më befasoi me energjinë e saj super solare. Sa vjeç je? Nona, jem... Sa ta thëmë nona ty me ta kalzuar heksisht, jem 63 vjeçë nona që... Vërtet? Me vërtet jem e no. Dhe je kaq në formë? Kaq formë se ma punë në formë. Puna, ky është Chelsea, puna. Ky Chelsea punës. Tani unë kam qef se s'kam parë shumë bakti në jetën time. Kalin. Kali është I urtë apo I butë? I urtë. I urtë, mund të hypi unë si për... Po I hypi në hek, ka du, shatës mere. Me vërtet? Me vërtet. Me vërtet? Me vërtet. Asa e mi qeke ti! Hajde tani me mësa mu si typit e Kali. Se mos më bën me shilm. A të lëmë dhe bërë. Nëmë që në hecë, gatë. Ua, seriosisht? Po seriosisht hecë nuk... Hajde ri me mua Fatime! Fatime ri me mua! Fatime ri me mua! Ua! Hajdi, hajdi, piccola! Ua! Minjomi! O Fatime që më bëre! O Fatime do ta mash mend të që më bëre! Ua, më njomi! Et te o rasta! Ua! Rasta si duke do t'jetë vaj, sepse ishte shumë moskokçarste, sa do që unë I flisja, nuk më dëgjonte, siç nuk dëgjon asnjë vajzë. Hajde ikim te nëna Fatime. Cili është suksesi një marrëdhënie, ju keni 40 ca vite bashkë. Po. Çfarë ju kam mbajtur bashkë? Ç'ta kam mbajtur bashkë? Dashuria, fëmia. Tani mua më duket që nga ju të dy, burri është më I qetë. Po burri I qetë nuk E ke zgjedhur vetë burr të qetë? I ma kam dhënë. Ta kam dhënë, ha? Tani. Jesa kam dhënë. Çfarë kanë dhënë, me çfarë kanë dhënë? Po kishte qefi, ha? E mirë. Keni bërë dasëm ju? Kemi bë. Me 200 euro. Me 200 veta, ha? Po. Ma të me dasëm. Tun katune. U tun ka tun, ja? A qave ti në ditën tënde dasme? A ronço. Ronço. Se më duke se po tallesh me mua, Fatime. Je para që po tallesh me mua. Ka që kështu të dukemi në nga qytetit që të tallesh? Për zotin nuk talem nona. Po u thëmë ronço, me kam qasë për linje shpinë teme. Për që e ke shpije po. Po pastaj, kur erdhe te shtëpia, si të mi pritë njerëzit e burrit? A dit ta kanë zinë në historinë ty? Po. A dit a kem ka prit mirë sa ai, a dit sa larg jemi unë me tjetrin në? 2 minuta. 200 metra. 200 metra larg shpinën njëri tjetrit e kemi. E kemi pa, jemi rrit mitën, e kemi pa Jemi të gjithë. Po, ke pas një problem me kunatat? Se zakonisht kunatat sigur nuk shkojnë me njëra tjetrën. Ja kemi vetën, nësë kemi kënot shpinë, do gjithë kënotat, kemi marrë kënot që vetën, po. Vetëm. Kemi gjithë ku shpijet e veta. A ne shkojmë mirë. Shkojnë mirë. Mirë. Shkohet mirë kur je shtëpi veç e veç apo kur I ke afër kunatën në lagje? A veç e veç. Veç e veç, sa më larg. Jesa ma le ti kesh ofër, po. Ti kesh po secilin shtëpi vet. Gjithë ku shtëpi vet. Djalin më tha që e keni beqar apo jo? Beqar. Tani, si është nusja jote ideale? Si doje ti nusën? Nusja? Qjetë të ndershme. Qjetë punëtore. Ti më ambientohet me dhënë të ku do vi që Do tjetoj. të fusësh në punë nusën ti si Po ta portali? fitosh po çata, si për kuar çave nusë si për kualit arbira. Po të merret me domate, me gjëra. Me ata më ta mos dal buk.
Do punoj. Do të punoj, patjetër, jo të rrinë shtëpinë hije. Po që 3.000, po çfarë do 1.000 nëna? Nëna për 10.000, 63 vjeç të bëjnë nusën 1.000 të ta maj 1.000 gjithë dita flej, me çonta të raj gjithë dita ja. Unë them mos vjen nuse dhe thot unë dua kruda. I diti çfarë? A kruda nëna nuk i tha se di, nëna ba nuse po dësh kruda pa t'ja nëna me burr vetë me mua. Ti që ke shejtan. Unë jam shejtan, prandaj më prun këtu. Do e bëjmë një TikTok bashk. Që TikTok-ut bëjmë bashkë në. Thjesht është video që del bukur, unë do rri këtej, ti do rrish këtej. Po ç'të bëjmë aty nëjë? Thjesht do kështu do flasim me njëri tjetrin. Unë do rri këtej dhe do bëjmë të dy si duhemi. Hajde, gati. Që duhem në dy. Po. A të lumë të vijë se të në rëndonë një e bukur me të. Do ndros në ti një burrin. Hajde, 3, 2, 1. I know the dress is karma. Oh my god, bëkshu. Ku ti në me bëkshu? Bëkshu nëna. Sigur e du, ma jep dorën këtu. Ku ti në me bëkshu? Eca ty. Fatime dhe Fatos, the new couple. Andale me drama. bëkshu, të TikTok-a duke. Ja e bëm, ja ka që thjeshtë. Këtu nuk e vendosëm dot këngën për arsyet e copyrightit, kështu që po këndoj unë. I know that dress is karma, perfume regret. Shumë faleminderit Fatima. S'ka gjojnë. Të lopët delet, ku I ke? Delet I kam mëlt. Se delet për dhe që mëlt na. Po tjetër çka ke përveç lopës pra? Pula. Pulat I di unë I kam Shtjera. vetë lushnje. Shtjera. Ç'a shtjera? Delet vogla mi fjallë. Kecat beba? Ai, këtë delet me... Tani, ku e ke shpinë? Ke shpinë këtë jafër? Unë e kanë shpinë ke shkolla, është I shpi 3 kace, duket. Pas ke vil, ti pse s'tua? Ti vile je pasur. Se pasre, po shpi 100 vjeçare orte. 100 vjeçare? Pore, Po super, pra ne Po. duhem të shikojmë historinë e vërtet. po e shpi, e ka mujnë 80 qerte. Qa thu? Pore, Do na e tregosh, do na mirë presësh? po të mi presësh, mos presësh. Si mos ju presësh. Super, pra hajde shkojmë. Tani Fatimja që është shpirti im binjak, po më thot që ti këndon. Po këndaj qik shu, po ja. Qa këngë? Hajde tani, qa këngë këndon? Këngë, do dhe këngë këndaj. Ma jep një këngë tani ta marim këtu në mes të shëmërisë. Kemi dhe Jurin mbrapa që është Fatimja me Shabanit. Fatimja me Shabanit, po. Ti shkollitur, jonit moj mome, ti shkollitur, jonit, s'kam që I boj gja, nonit moj mome, e vogël me je. S'kam që I boj gja, nonit moj mome, e vogël me je. Puszka z znajdule flaka mój mome, puszka z znajdule flaka, arowate I dada mój mome, wogel maje, arowate dada mój mome, wogel maje. Të lumë të goja! Ty me moj mame. O Fatime, ku fiket si Fatime, se nuk më pushon? Ty me. Fatime, ku fiket, moj? Ka me përveshit dhe Fatimja. E vogël me je. Brava, të lumë të goja. Po të që ke për The Voice of Shën Maria. Si e shpjegon që shumë shtëpi në Shqipëri janë vetëm me 2 veta, vetëm një burrë dhe një grua. A shuka njëllë se, anaj që ka quni ka I Tiranë. Unë I kam goca, janë martu në gjo. Rinia do klabet, këtu tha Fatimja s'ka klab, dupsi. Qa dupsi s'ka këto. vetëm Këto ka vetëm punër ti. Sede! Kanë ardhë mysafirë! Përshëndetje, unë jam Fatosi. Ti si e ke emrin? Sajde. Sajde gëzojmë që të njoha. Seke. Tani, burri jot, Fatmiri më ndaloj në rrugë dhe më tha që jam këngëtar dhe kënduam bashkë një këngë, po që kishte zë ti e di kur e more për burr që ishte këngëtar? Po, qa këngëtar janë se këndon kështu kot. Kotë? Qa thot kjo këndon kotë thot kjo? Pa shoko të I për qef e këndoj. Po për qef, po zërin e kishte. Ajtë më letë kënoj. Le të kënoj, Ju dasmën e keni bërë, jeni martuar? Po.
Kush ka kënduar ndasmën tuaj apo ti vet? A ka kënë këmshit? Ata ka Këmshit? Qilë këndajnë? O dhe këndaj o? Ndarë së teme këndaj këmshit? Si keni ndejt bashkë të rinë sot zien? Ja, Zien thonë pse s'mi hape mesazhet. Ja, nuk kemi mesazhe. Keni mesazhe ju, si komunikoni ju? Kemi Na, foli me kohë, nuk i kemi me telefon. Drejt për drejt. Drejt për drejt. E dhe ja, së gjenge. Tani Fatim, unë dua të më thuash murin, se nuk e pam tamam. Ky është muri 80 centim. Këto pra këto është, këto pri këtu e, kjo e do të 10. Si. Shë sa dera, gati. Si, kuaj ke, si. Ta së më Ti që ke më mirë se bunkeri, ku ndodh në i luft, ti që ke sigurt këtu. Sigur pra, çfarë? Ja. Si. Futa këtu? Një këtu edhe nuk lo njëri. Shtëpia e fundit ku ndalova ishte shtëpia e lumes, të cilën e gjeta duke mbledhur domate në baçën e saj. Ju si quani? Unë jam Lumja. Lume. Lume mund që të gjeta. Lum ti që erët e kunë, pra, qatë të Me çfarë po merresh? Tani unë po merrem qik me baçan. Çfarë ka baçja jote? Baça ka, që s'ka këtu. Tani unë po mbledh të domatet. Ja, shifi si i ke domatet. Tani mua më kanë thënë që domatja është, domethënë unë jam nga Lushnja. Lushnja ka shalqirin, mua më thanë Shëngjërgji ka domaten. Është e vërtet? Është shumë e vërtet. Ja, shife tani. Që ka super kokër. Si tjetë më mirë. Ne kemi edhe një domate. Mund ta ha, unë ta provoj tani ta laj? Po patjetër. Ja, një sekond, se ke edhe këtë domaten që është kështu e verdh, që është domate autoktone, e vjetër. Oh? Po. Si quhen këto? Janë dy lloje të ndryshme. Nuk e di të ndryshme janë, po kjo është domate shumë e vjetër. Që kanë si mandarina. Shumë e vjetër, është shumë e ëmbël si domate, po është. Okej. Kurse kjo është një domate që, me thënë drejtën, kjo është si e zezë, por shumë e ëmbël, është në Spanjë kemi marrë farën e kësaj. Në Spanjë. Po. Ju prej sa kohësh jetoni këtu? Unë jetoj të paktën prej 15 vjetësh këtu. Burri ka më përpara, po unë kam 15 vjet jetoj. A keni fëmijë? Kemi 2 fëmijë, i kemi një emigrim. Ku janë? Janë në Spanjë. Oh, la muchachos! Si, yes. Super. A shkojmë provojmë domatet? Po, patjetër. Ti degustojmë? Po, patjetër. Se ju do provoni dhe ato glikotën mia. Me vërtet? Po pse si Ke kujtohet? gliko? Po. Ua, super! Ka marrë në vendin e duhur. Shife ja ku i ke domate, se sa i kam mbledhur. Të ndihmoj unë. Domatën dim ta hapim, nuk jemi kaq qytet. Ashtu, Gëzuar të gjithëve. Me domate? Shije, vërtet 100% domate. Është domate vjetër, do të thënë fare vjetër. Tani, Pastaj- kemi llojin e dytë. Domatja e Kjo verë. është shumë e vjetër, kjo është shumë e vjetër, vetëm se është vjen pak si ëmbël dhe ka shumë ujë. Po, që ka shumë e ujshme. Provojmë dhe të fundit. Edhe kjo mirë është. Shumë e Kjo mirë. që ka shumë e mirë. Shumë e mirë është. Pavarësisht Pas ka një shije si ta ha. Po, Si duket që preferoj unë. Duket sigurisht e pa pjekur, kështu, po jo shumë e mirë. Kush e ka shumë pas fat. idenë e biznesit i Po, parë? im shoq. Ai e ka pas im shoq. Ju si jeni njohur? Ne, është histori e gjatë ajo. Nuk jeni njohur me mbledhëri? Jo, jo. Çfarë blesëri? Me vërtet? Po jo, mos i më blesëri. Si, me një shikim kështu. Jo, jo, me shikim. Me 2-3 shikime ndoshta. Me 2-3 shikime, pra nuk kre me shikimin e parë. Ja. Ty besoj ja ofron dhe turistave për mëngjes Po, ose jo për mëngjes. Këto zakonisht kërkojnë diçka mbas dite. mas dite. Mbas dite dhe ja u nxjerrin këto. Si reagojnë kur i provojnë? Po ju duket çudi. Kur i thua për glikon e arrës njëherë, thua arr, si ka mundsi është bërë arra kështu. Po. Do t'ja u thua që domethënë është e njom që bëhet kështu pastaj. Arrën pëlqejnë shumë edhe shalqinin e pëlqejnë, të gjitha. Si komunikon ti me turistat? Me jam kurios? Google Translate. Me Google Translate? Super!
Ua, një sopë druri. Po Gjaku shifti, lëre sopën e Ku e durit. ke o Gjakun? Ja, ku Wow, ke. Gjaku. Po këto qa janë këto këtu? Tranash kjo? Trana. Ua, perfekt. Po si ka mundësi që një Po, përmetar mos bëj trana? E vërtet. Po ky është brum ky? Ai është brum për trana tjetër. Brum për trana tjetër. Po. Pra ti nuk ndalon trana pas tranaje. Po, Pas ke dhe veshje tradicionale, a janë të zonës këto? këto janë të zonës, janë shumë të vjetra, Duken. sidomos ato çorapet. Janë mbi 100 vjet. Jo, vërtet? Po. Këto çorapet e kuqe? Ato çorapet aty janë mbi 100 vjet. Çfarë thu? Po si keni gjetur? Ai ka trashëguar burri juaj? I ka pas majt vjera ime shumë. Vjera. Po. Atë zhlodhin ndonjëherë puna që bën këtu për Asnjëherë ditë? nuk më lodh. Nuk arritjem t'i bëj punët. Kur shkoj për tjetë unë darë, them kam betur dhe kjo pa bërë dhe kjo dy bëj nesër mëngjes. Sa e mirë. Po për zotin. Se s'të pyeta, ti ke ardhur këtu nuse, po me origjinë nga je? Nga përmeti. Ua, po tani bën sens çdo Po, gjë, një çdo përmetare gjë, kam. po. Jemi Normal. gjysmë patriot neve. Tani ti bëre gjithë këto për mua, unë do të hap pak karrigen të ulesh. Shumë faleminderit. Futa dhe një trëndafil nga Ke bërë Basja. shumë mirë, por nuk janë shumë të mirë të ndafilat. Për ty. Shumë faleminderit. Jemi ku kemi në ngelur? emisionin Lume Food. Cili është ushqimi i preferuar nga të gjitha këto likot? Jo ti. Imi është arra. Arrat, do e përvoj të fundit arrën. Po, ta nis me shalqirin? Nisem ato me që nga lushnja. Me që jam nga lushnja. Shishi. Gëzuar për shëndetin tënd. Faleminderit. Edhe juve punë të mbarë. E një rakin hiç. Si? E një rakin. Po, e një. Dita dallosh. Kjo është për mendimin tim është pak e fort, po jo shumë. Po që unë si një rakidashës e përballoj. Rakidashës? Ka qiri ti rakidashës? Bëj shaka, por nuk është se i them jo. Shumë mirë. Atë e ke patlıcan. Seriozisht? Po. Provojmë tani domaten? Provojmë fikun? Tani arrën si e ke bërë, kjo është Arë. lëvore arre? Jo, lëvorja është hequr aty. Ti më the që kjo ishte e preferuara jo, Po. të shohim do jetë e preferuara ime apo jo. Por që dhe mua më pëlqen shumë. Pasërshia. Te kukra e parë nuk ndjet, a ke e dyta, ke e treta, Ka e shikoj. dyta, gëzuar. Të bëf të mirë gëzuar. Me ti, a i ke martuar fëmijët? Po, vetëm vajzën ka martuar Vetëm djalin. vajzën. A ke bërë dasëm? Jo, vajzën? nuk kam bërë dasën. A ke pas një ëndër të bësh një dasëm të bukur këtu se ambienti Jo. është shumë i bukur? Jo. Nuk je nga këto Jo. nëna tradicionale që duan të bëjnë dasëm Jo, apo edhe po të fëmijët? bëj, domethënë për djalin, diçka të vogël, nuk jam kështu, por nuk e di, këtu kështu jam. Se mos gjen në një spanjoll e djali. Nuk e besoj, ne shqiptarët nuk parangjisim me spanjollët. Nuk më gjithë? Jo. Se mos janë shumë të lëvizura ato çka kanë se ti ke qenë vetë në Jo për Spanjë. televizora. Është puna se djem shqiptar jam mësuar që keq, i kemi mësuar në nënat shumë. I keni përkëdhelur, Shumë i sepse kemi dhe mua përkëdhelur. mami më përkëdhel. Po. I kemi mësuar në që keq, kështu dhe jeta sot nuk bëhet vetëm. Jeta është, sidomos në çift, duhet punojnë të dy, duhet jenë të prekupuar për familjen të dy. Cili është se ne sekreti? shqiptarke. Sekreti një marrëdhënie suksesshme në A çift. është marrëveshja me njëri tjetrin, nuk e di, duhet jenë të pastër, të çiltër me njëri tjetrin, ndihmojnë njëri tjetrin çdo kohë. Ajo Pra është. ti një skuadër Po të dy. patjetër, po patjetër. Nuk ka kjo punë takon mua, kjo të takon ty. Ty puna do bëhet doradorës, po deshet kalosh mirë. Po Ne shqiptarët e kemi çik si me zorat, na duket sikur na urdhëron nusja. E kuptoj. Bëj këtë, bëj atë. Ti do doje të urdhëronte nusja? Mua? Po. Jo të më urdhëronte. Po të ketë më zërin e kërkonte. saj. Po, patjetër ta ketë zërin e saj që shkemi atë punë.
Lume, cili është një mesazh që ti do t'i jepje të gjithë shqiptarëve? Pra nëse e gjithë Shqipëria do jetë duke të parë ty tani dhe duke të dëgjuar. Një gjë, një mesazh që ti do t'i thoja. Duajeni vendin tënd. Punoni për vendin tuaj. Sido që t'jetë puna, vendi jot nuk të lë pa ushqim, pa bukë. Sido që t'jetë. Atje ka shumë më të mira, po që unë ndjehem, nuk fitoj shumë, po ndjehem shumë e kënaqur. Jam shumë mirë. Ndjehem shumë mirë. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit edhe juve dhe punë të mbarë. Tani jam në mes të Shëngjergjit dhe nuk e di këtu që ka hap tregu, si? Qa është ky fund? Ua, 5.000 lek fundi. Hajde mi grau hap thisi. Pas ka syze, hajde. Modelet të fundit, sa bën këto syze? S'pas ka biznes, s'pas ka kujta. Shi! Si këto që vesh Kristall, jo Kristall. Edhe në Shëngjergj pas kanë si këto, e kupton sa demodeje? Ua, sa bukur! Mos gjenoj gjët hajrit. Por shiko, unë do përfundoj s'do marr asgjë, me thënë të drejtën, sepse unë po fillova me shopping, unë nuk mbaroj, e kam shumë të vështirë të zgjedh. Mano shaqe! Si e? Unë jam Fatosi. Qofsh me mirë. Edhe ti. Si po të shkon biznesi? Një ashtu. Bukur? I personë. Është e vështirë? Është shumë vështirë. Me lek borxhe, s'kam një Lekët e vësh, e zet shtot borxhe që. Po ti ja dhe lekët, po s'ja japin tjerë. E keti, a keti një fletore, ma tregon pak? Si nuk kam. Ma tregon fletore? Kjo është fletoria ku ketë të gjithë të shënuar. Mos tjera më të keqë. Sa e keti afatin, për shembull, deri sa mund të marr unë ty me lek borxh? Por merr një ushqime, kur merr asistencën dhe t'jap lekë. Merr asistencën, ka marrë dhe këtë tjetëri. Kush ka qenë, sa kanë nejtë më gjatë pa të dhënë lekët? E ka mush vitin? Qa thu? Edhe më shumë për qa për i kilogram sheqer? Po ja, jam posë gur bë. Gur bëhet mur, pa. Unë nuk mund ta mbyll rrugtimin tim në Shëngjergj pa shkuar te ujvara, por normal që nuk do shkoj me këto rroba, do ndrohe me rroba vanja. Po këtë nuk, fatkesisht nuk do e filmojmë, kështu që jam gati, siç e shihni, shkojmë drejt ujvarës. Nuk e dija që të shkosh në ujvarën e Shëngjergjit do ishte kaq raskapitse, sikur po shkoj në kërkim thesarin, nuk e di domethënë. Po që ja vlejti pritja. Super ujvar. Tani po futem, uji është pak i ftohtë. Por është shumë i pastër. Ore, një sekond. Se nuk e bëj unë sikur ta vështirësoj pak jetën vetes dhe qefin juve, po sikur ty t'lajm nudo. Apo është shumë ftohtë. Apo ta provojmë. Hajde njërë ta provojmë. Po normal që ju nuk do shihni gjë se ça ju mori mendja. Jemi andale, nuk jemi e dini vetë ju. Unë i kam marrë çantën kameramanit sepse duhet të mbulojmë pak të brendshmet, por uji sa vjen në vetë më i ftohtë. Po një sekond tani se që ka theu. Është shumë i ftohtë. Të jam nudo.
është episodi I parë I këtij emisioni ikonik që do bëhet akoma më ikonik sepse do bredhin gjithë Shqipërinë bashkë. Shihemi në episodin tjetër, deri atëherë mos harroni që lumturia ndonjëherë gjendet dhe në gjëra të vogla. Ándale.